kumtimet e fundit, një draft të një raporti përfundimtar për konferencën, i cili ka konkluzionet kryesore, por në të njëjtën kohë dhe rekomandimet. Ashtu siç vepruan dhe në konferencën e parë para 2 vitesh, të gjitha kumtimet, kontesat do të botohen siç i keni përgatit në shqip apo në anglisht, por duke plotësuar një format të caktuar, të cilin sekretaria albana do ja u dërgoj të gjithëve, dhe sipas atij formati duhet të dërgohet kumtesa e plot, e shkruar, kush e ka pas vetëm prezantim duhet edhe ta shkruaj, do të keni dhe një standard dhe numrin e faqeve se si do të jenë. Mund të jetë siç e keni pas në shqip apo në anglisht, nuk ka problem. Vetëm që kemi një afat që të mund ta botojmë. Afati është 20 dhjetor, jo 25, sepse i bie Krishtlindje dhe nuk duam t'ju ngatrojmë me festat, por në 20 dhjetor besoj koha është e mjaftueshme se të gjithë e kanë pas. Albana do ju dërgoj të hëna një email dhe ju lutem shumë që të mos konfuzohemi, vetëm te Albana do e dërgoni. Me qëllim që të arrim te botimi i përfundimtar i librit të konferencës, mbasi kjo do shndrohet në një rregull për të gjitha konferencat që zhvillohen të përbashkëta një herë në 2 vjet. Mundet që të referoj të gjitha konkluzionet dhe gjetjet që kemi bërë, por unë do të fokusohem vetëm te përfundimet dhe rekomandimet, me qëllim që edhe kohë të mos ju marrim, se jeni një pjesë e mirë për të udhëtuar. Të gjitha certifikatat e pjesëmarrësve nga Kosova, një pjesë u nda, një pjesë i ka marrë Justina, kurse të gjitha certifikatat e pjesëmarrësve nga Tirana janë tek sekretarja ime, i cila do telefonoj dhe do ja dërgoj secili. I kemi përfunduar sot. Kështu që unë po filloj direkt duke ju falenderuar me përfundimet dhe rekomandimet. Të nderuar pjesëmarrës, në përfundim të punimeve, konferenca ndërkombëtare ndryshime demografike dhe dinamika e tregut punës, sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri, Kosovë dhe në rajon, konkludoi se proceset demografike dhe ekonomike që po ndodhin aktualisht në hapësirën shqiptare dhe më gjë në Ballkanin Perëndimor përbëjnë një fazë të re dhe kritike të tranzicionit zhvillimor. Plagja e popullsisë, emigracioni masiv, reduktimi i bazës aktive të punës, polarizimi urban-rural dhe ristrukturimi teknologjik i tregut punës po ndërveprojnë në mënyrë të ndërlikuar dhe vënë në provë kohezionin social, kapacitetet institucionale dhe qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike. Në Shqipëri, reduktimi i popullsisë aktive dhe emigracioni të rinjve të arsimuar ka nisur të reflektohen në mungesë të fuqisë punëtore, në rënje të produktivitetit në sektor tradicional dhe në ngadalësim të ritmeve të rritjes potenciale. Në Kosovë, dinamika demografike paraqet një dualitet. Nga njëra anë, një strukturë e re e popullsisë me moshë të re, që mund të jetë burim zhvillimi, nga ana tjetër, emigracioni ekonomik dhe arsimor po zbraz tregun vendas nga kapitali më cilësor njerëzor. Në të dy vendet, proceset migratore po ndryshojnë profilin e shoqërive. Ato nuk janë më vetëm lëvizje fizike të individëve, por rrjetë e qarkullimit të kapitalit njerëzor, të dijes, të inovacionit, që kërkojnë politikat e reja të menaxhimit dhe të integrimit. Në nivel rajonal, Ballkani Perëndimor po përballet me një valë të sinkronizuar transformimesh strukturore, ku dinamika demografike, integrimi evropian dhe transformimi digjital po zhvillohen në mënyrë të pabarabartë. Kjo pabarazi krijon tensione të brendshme në tregjet e punës dhe nxit flukse migratore të njëanshme kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, sfida demografike dhe ekonomike nuk mund të trajtohen më si çështje kombëtare, por si pjesë e një agjende rajonale të përbashkët që kërkon koordinim të politikave dhe harmonizim të standardeve në fushat e arsimit, punësimit, inovacionit dhe zhvillimit social. Rekomandime për politika dhe modelet e reja për Shqipërinë sugjerohet krijimi i indeksi kombëtar të mirëqenies, të ndërtuar mbi modele të njohura të ngjashme mbi disa vendeve të BE-s, por i përshtatur me realitetin dhe prioritetet shqiptare. Ky indeks
duhet bëhet baza kryesore për draftimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave publike në të gjitha fushat. Politika të fokusuara në reduktimin e pabarazisë, rritja ekonomike duhet shoqërohet me mekanizma efikas rishpërndarës, sistemi tatimor, forcimi i tatimit progresiv mbi të ardhurat dhe lufta kundër evazionit fiskal. Theksi duhet të vetë në drejtim të investimeve publike në shëndetësi, në arsim, të cilësisë lartë, në mbrojtjen sociale, veçanërisht në zonat e marginalizuara. Kërkohet ndërtimi i institucione të forta dhe të besueshme, pasi mirëqenia sociale është e lidhur pandashmërisht me besimin që qytetarët kanë ndaj institucioneve. Forcimi i sundimit ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe transparenca në vendimarrje janë parakusht për çdo model të ri zhvillimi. Një shtet i drejtë dhe efikas është garantues i shpërndarjes së drejtë të burimeve. Modeli i ri i zhvillimit për Shqipërinë duhet të jetë në harmoni me mjedisin. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik nuk mund të arrihet nëse shkurtohen mbulimet natyrore dhe degradohet mjedisi, pasi kjo godet drejt për drejt mirëqenien e qytetarëve, shëndetin, cilësinë e jetesës. Në mënyrë të veçantë, konferenca vuri në dukje se kapitali njerëzor është faktori përcaktues i zhvillimit të shekullit të 21. Në një epokë të revolucionit teknologjik dhe automatizimit, aftësia e vendeve të vogla si Shqipëria dhe Kosova për të ruajtur dhe zhvilluar potencialin e tyre njerëzor, do të jetë determinante për konkurshmërinë e tyre ekonomike dhe për mbijetesën e tyre institucionale. Kjo nënkupton domosdoshmërinë e reformimit të thellë të sistemeve të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke i lidhur ato ngushtë me nevojat reale të tregut punës dhe me prioritetet e zhvillimit qëndrueshëm. Universitetet duhet të marrin një rol aktiv në hartimin e politikave të punësimit, në përgatitjen e profesionistëve të së ardhmes dhe ndërtimin e një kulture të mësimit gjatë gjithë jetës. Vetëm në këtë mënyrë mund të kalohet nga modeli reaktiv në një model proaktiv të menaxhimit të ndryshimit. Një tjetër përfundim i rëndësishëm ishte se migracioni nuk duhet parë vetëm si humbje, por edhe si një potencial zhvillimi, nëse trajtohet në mënyrë strategjike. Diaspora shqiptare dhe kosovare përfaqëson një kapital të jashtëzakonshëm njerëzor, financiar dhe intelektual, i cili mund të kontribuojë në zhvillimin e inovacionit, të kërkimit shkencor dhe ndërmarrjeve të reja, përmes politikave të mobilitetit qarkor dhe partneriteteve të strukturuar. Në këtë kontekst, bashkëpunimi rajonal del si domosdoshmëri historike. Shqipëria, Kosova dhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor duhet të zhvillojnë një arkitekturë të re të politikave të kapitalit njerëzor, të harmonizon objektivat kombëtare me procesin e integrimit evropian dhe me tranzicionin drejt ekonomisë së gjelbër dhe digjitale. Vetëm përmes një qasje të integruar që lidh ekonominë, që lidh demografin me arsimin, me tregun e punës, me zhvillimin rural dhe politika sociale, mund të ndërtojë një model zhvillimi gjithëpërfshirës dhe rezilient. Në përfundim, konferenca riafirmoi bindjen se sfidat demografike dhe ato të tregut punës janë jo vetëm një provë për ekonominë tona, por edhe një test për kapacitetet institucionale, për bashkëpunimin shkencor dhe për vizionin strategjik të politikave publike. Nëse tranzicioni demografik dhe ekonomik menaxhohet me inteligjencë, me koherencë dhe guxim politik, atëherë Ballkani Perëndimor mund të shtrojë sfidat e sotme në shtyllat e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. Nëse jo, rreziku i boshatisjes demografike, i varfërisë strukturore dhe i polarizimit social mund të minojë themelet e stabilitetit dhe integrimit evropian të rajonit. Gjatë 10 viteve të fundit, Shqipëria ka realizuar arritje të konsiderueshme në zhvillimin ekonomik dhe social. Stabiliteti makroekonomik u konsolidua, infrastruktura dhe mjedisi biznesit janë përmirësuar në mënyrë të ndjeshme dhe turizmi ka njohur një rritje kolosale duke krijuar shumë vende të punës dhe duke ulur varfërinë dhe papunësinë. Këto arritje kanë ndërtuar një bazë të shëndosh për një strategji të re të rritjes ekonomike, e cila mund të krijojë kushte të përshtatshme për parandalimin e emigracionit dhe në këtë mënyrë të ndihmojë qëndrueshmërinë e suksesit ekonomik të vendit. Objektivi kryesor i strategjisë së re të rritjes ekonomike dhe është mbështetja e rritjes në disa sektor kyç të cilët kanë potencial më të madh në përmirësimin e produktivitetit përmes masave të synuara me objektiv që të hiqen pengesat madhore për zhvillimin e tyre. 4 sektor kyç mund të jenë: bujqësia, turizmi nivelit të lartë dhe turizmi kaltër, sektori i prodhimit të pjesëve të këmbimit të makinave dhe zhvillimi i IT-s dhe teknologjisë.
Shtyllat e strategjisë mund të jenë përmirësimi i sistemit arsimor, duke marrë parasysh në mënyrë sistematike nevojat e tregut punës, veçanërisht në sektor të rinj. Kjo mund të realizohet vetëm ndërmjet një partneriteti me sektorin privat, me investitorët e huaj dhe në të njëjtën kohë me universitetet e vendeve të tjera europiane. Përmirësimi i sistemit shkencor dhe kërkimor. Shqipërisë duhet një zgjerim i kërkimeve të veta në fushat kryesore. Edhe për të realizuar këtë objektiv, duhet një partneritet i ri me sektorin privat. Përmirësimi në vazhdimshmëri i mjedisit biznesit, administratës tatimore, doganore, licencave dhe tjera. Bashkëpunimi me diasporën shqiptare duke krijuar kushtet përshtatshme për të tërhequr investime në sektorët kyç. Të nderuar pjesëmarrës, konferenca përmbylli punimet me thirrjen për ndërtimin e një paradigme të re të zhvillimit, e bazuar në dije, në bashkëpunim shkencor e institucional dhe në investim të qëndrueshëm në kapitalin njerëzor, si burim më të rëndësishëm të progresit ekonomik e shoqëror në hapësirën shqiptare dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shumë faleminderit gjithëve. Një falënderim i veçantë për grupin organizator, një falënderim i veçantë për stafin e Akademisë së Shkencave, Kelës, Albanës, Shkurtiut, të cilët punuan me një intensitet të jashtëzakonshëm javën e fundit për shkak të ngarkesës që kishte Akademia. Ju uroj suksese, miru takofshim në konferenca të tjera. Do një foto po. Do ta bëjmë jashtë apo këtu? Te shkallën. Jeni zgjuar për një foto ceremoniale aty.